Plain Zeka ka reaguar ashpër ndaj ish-deputetes Adriana Matoshi pas deklarimit të saj publik ku akuzoi ish-komandantin e UÇK-s Ramush Haradinaj për përfshirje në kumar me Milan Radojčićin. Reagimi i Zekës erdhi përmes një postimi të drejtë pa filtra, duke përdorur gjuhë të rëndë ndaj atyre që sipas tij po e manipulojnë temën e luftës për qëllime politike. Kjo lyp vetëm nanën, ama ata që kanë qenë në luftë tani janë në vetvendosje e nuk reagojnë lypin edhe babën, ka shkruar Zeka në një mesazh që ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale. Deklarata e Matoshit e bërë përmes një reagimi publik ndezi debate të ashpra politike dhe mediatike dhe mbriti akuza direkte që u konsideruan nga shumë si të rënda dhe provokuese, duke kërkuar edhe reagimin nga institucionet dhe nga vetë Haradinaj. Deri tani ai nuk ka dhënë ndonjë koment publik rreth pretendimeve. Zeka përmes reagimit të tij drejtoi kritika veçanërisht pjesëtarëve të luftës që sot janë pjesë e lëvizjes vetvendosje, duke akuzuar për heshtje dhe sipas tij për tradhti ndaj idealeve të së kaluarës. Ky shkëmbim deklaratash ka thelluar edhe më shumë ndarjet në skenën politike, ndërsa opinioni publik mbetet i ndarë mes atyre që kërkojnë llogari dhe atyre që kërkojnë faktorë konkret për akuzat e ngritura. Lëvizja vetvendosje është regjistruar në koalicion me Guxo Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane. Për këtë ka reaguar Pal Lekaj nga AK-ja, duke thënë se partia e trashëguar nga i ndjeri Mark Krasniqi nga një parti me vlera të djathta është kthyer në deg të majt. Ai ka shprehur bindjen se udhëheqja e re lokale nuk e kupton konceptet e drejtimeve politike. Lekaj ka quajtur këtë si kapitullim, duke theksuar se do të vërtetohet më 28 dhjetor. Në vim, shkrimi i tij plot. Partia Demokristiane e trashëguar nga i ndjeri Mark Krasniqi nga një parti me vlera të mirëfillta të djathta është kthyer në një deg të majt. Jam mos e i bindur se udhëheqja e kësaj dege lokale pas nuk i dije as nuk i kupton konceptet e drejtimeve politike, sepse pikërisht kjo udhëheqje e ka shkatruar një parti që ishte simboli i vendit në shumë procese të rëndësishme. Në krye të saj erdhën njerëz që nuk ishin pjesë as një procesi të mirë për vendin, dhe këtë e dëshmuan edhe me koalicionin me të majtën ekstreme në Kosovë, duke treguar se për ta ka në rëndësi vetëm interesat e një grupi klanor që po e çon një nga partitë e para shqiptare në Kosovë drejt fundosjes. I ftoi të gjitha strukturat dhe mbështetësit e vlerave të djathta që të bashkohen këtyre vlerave kombëtare për të mirën e vendit, sepse të gjithë e dimë se ku janë ato vlera kombëtare. Kapitullimi i tyre është sot dhe kjo do vërtetohet më 28 dhjetor, ka shkruar ndër të tjerë ai. Kur kanë mbetur vetëm edhe disa orë deri në përfundim të afatit, deri në orën 20:30 të ditës së diel, 17 subjekte politike kanë aplikuar për certifikim të pjesëmarrjes në zgjedhje. 3 nga këto subjekte politike janë koalicione që janë deklaruar në KQZ. Në mesin e këtyre koalicioneve të deklaruara është edhe lëvizja vetvendosje në koalicion e përbërë nga 4 parti politike: Vetvendosje, Guxo Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane, PSHDK. Këto të dhëna janë bërë të ditura për nga zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi. Elezi ka njoftuar se deri më tani, e diel 30 nëntor ora 20:30, 17 subjekte politike kanë plotësuar online formularin e certifikimit për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, i cili sipas tij është i ngjashëm me formularin e proceseve të kaluara zgjedhore. Sipas Elezit, këto subjekte politike kanë dorëzuar aplikimin. Koalicionet: Koalicioni PAI, PDAK, LPB i përbërë nga 3 parti politike: Partia Ashkalinjve për Integrim, Partia Demokratike e Ashkalinjve të Kosovës dhe Lëvizja për Bashkëveprim. Koalicioni Koalicja Vakat i përbërë nga 3 parti politike: Demokratska Stranka Bosnjaka, Bosnjaka Stranka Kosova dhe Demonstratska Stranka Batan. Koalicioni i tretë, Lëvizja Vetvendosje, i përbërë nga 4 parti politike: Lëvizja Vetvendosje, Guxo Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane. Ndërkohë, partitë politike të regjistruara janë Liga Demokratike e Kosovës LDK, Partia Demokratike e Kosovës PDK, Kosovaki Nevi Romani Partia, Jedistavska Goranska Partia, Za Slobodo Pravdu Opstana, Kosova Demokratik Turk Partisi, Partia Liberale Egjiptiane, Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, Socialdemokratska Unia SDU, Srpska Lista, Iniciativa e Demokratike e Kosovës Fjala, Nova Demokratska Stranka,
Lëvizja përparimtare në Romëve të Kosovës, subjektet politike, partitë politike, koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur që aplikojnë për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhje kanë në fat që deri më 7 dhjetor të dorëzojnë listën e tyre me emrat e kandidatëve për deputet.